Përshëndetje miqtë e mi, ja ku jemi në studion tonë, në studion e fëmijëve në këto ditë verore. Ne përsëri kemi shumë për të treguar, shkolla ka mbaruar, por ne kemi zhvilluar shumë aktivitete me këngë, me kërcim etj. Unë këtu jam me nxënësit e shkollës Kushtrimi i Lirisë, të cilët kanë mbaruar klasën e parë, kanë kaluar festa të bukura dhe kanë dëshirë të na shoqërojnë në programin e sotëm. Po kemi edhe gjëra të tjera sot në program. Atëherë, ne jemi gati për të filluar, ju jeni gati për të na shikuar dhe dëgjuar? Fillojmë. Miqtë e mi, të vegjël edhe ju të riturit nëse na shihni, është radha tani të vijë, kur të them unë 1, 2, 3, ju do ta thoni se kush do vijë. 1, 2, 3, Lori!
duar trokitje të fortë se Loli ndryshe nuk flet. Mirë se erdhe Loli dhe duam të dim çfarë ke përgatitur për fëmijën. Më ke dhënë këtë letrën, aso e ka marrë këtë letrën. Loli nuk flet sot, nuk e di ka ikur zëri, është ngjirur, se luan shumë. Loli ka marrë një letër. Thuhet në këtë letër, Teta Keti, televizionit shqiptar i drejtohet kjo letër, e shkruan Armandi nga shkolla Çajupi. E përshëndesim Armandi. Është në klasën e 3. Më kanë thënë shokët se Loli bën abrakadabra. Abrakadabra, i kanë thënë shokët. Edhe ju keni parë me siguri, po ta keni ndjekur Loli në premisione, që vërtet Loli bën abrakadabra. Unë nuk e kam parë, thot. Prandaj, mua më lindi dëshira që të shikoj Lolin të bëj një abrakadabra këtu në studio. Dhe unë në këtë moment jam pranë ekranit. Loli ti ka ikur goja. Loli, je gati të bësh një abrakadabra për Armandin nga shkolla Çajupi dhe për të gjithë të tjerët. Gati të ndjekim një abrakadabra nga Loli. Këta janë fëmijët klasës parë, mbaruan shkollën me sukses, janë të shkollës Kushtrimi i Lirisë dhe vinë për herë të parë në studio, kështu që habiti, çuditi një herë Loli. Shikoni një abrakadabra. Hape atë? Wow! Wow, tjetër, provoje prap. E bëri, duar trokitje. Të lumë. Si e ke emrin ti? Elja, Samira bëre Lolit, Elja. Ja, u prish aty abrakadabra. Tjetër, Loli ku do provoj tjetër? Te Misheli, te gosat e rritura, hajde. Ha? Jepja një vajzë tjetër. Jepja, pa hape një. E prishi. Jepja Mishelit këtu ta provoj. Jepja Mishelit, hajde këtej. Pa ta provoj njërë. Me kujdes. Ha? Ja, u prish. Edhe këtu. Kujdes. Pa ta hape. Duar trokitje. Duar trokitje. E shikon ka disa fëmijë që ja prishin abrakadabrën Lolit. Kemi që bëjmë Armisa? Jo, ka prap. Çfarë do bëjmë tani? Argurin, po, dhe mesën? Po? Hajde dhe Armesa, motor e vlla, që nuk janë ndarë asnjëherë, i kemi patur gjithmonë në programin ton me Ketin, dhe unë i falenderoj shumë këta dhe prindrit e tyre. Ti shoqërojnë në emision. Vure në kokë, po? 1, 2, gati, 1, 2, 3, Loli. Më Loli. E shikoni, zbëri Loli një duar trokitje. Si? Çfarë po thoje? Si? Ai do bëj një magji dhe aty do... Çfarë do dali nga jo? Mund të dali edhe një lepur. Mund të dali dhe një lepur, këto nuk e dim. Nuk e dim, është një abrakadabra tjetër e Lolit. Tregoja fëmijëve, ja, tregoja. Fëmijët thonë do dali lodër, lepur. Fute dorën aty dhe nxirr diçka, thot Loli. Pant. Bukur një duar trokitje, doli një shall në gjuhë të bukur. Është bosh. Wow! Ua, duar trokitje për Loli. Guarda che per Lolin.
U habitët ju? U habitët ju të gjithë? U habitët, se po bëni kështu, wow. Lolin po e shoqëroj unë me zë Michel. Edhe Michelin e falenderoj që ka ardhur në shumë emisione me Ketin. Falenderit, Michel. Çfarë do bësh tani? Abrakadabra. Çfarë do bën tani? Këtë e shtym? Kuaj të Michelin. Michelin. Ma, ke? Ka ikur. Nuk e di pse është bërë ky zëri në veri Lolit kështu. Abrakadabra ti. Unë? Këtu. Po? Michelin. Abrakadabra. Kuaj të di. Po? Kuaj të di se po lava. Micheli është në rolin e aktorit tani. Tani e aktor. Një. Dy. Një. Fort. Dy. Një të trokitje për Loli, që bëri një abrakadabra, po ishte me shumë humor, se si e bëri nuk e kuptuan fare. Loli! Jam këtu me Marian dhe gjyshin e saj, Ylli Kalaja. Unë i dua shumë të dy, me gjyshin tënd, unë kam punuar një jetë të tërë Maria në emisionet dhe programet e fëmijëve, prandaj do t'i them faleminderit për gjithë bashkëpunimin tonë në gjithë këto vite në televizionin publik shqiptar. Edhe unë faleminderit juve. Ylli gjithmonë nuk e rreshtur së punuari me fëmijët, me muzikën, bashkë me Rakipen të dy, me një përkushtim dhe pasion të veçantë që më duket në ditët e sotme nuk ka mbetur kaq shumë pasion. Nuk punojnë shumë me kaq pasion sa ke punuar ti me Rakipen. Është një jetë e tërë apo jo? Po. Një jetë e tërë me fëmijët. Është shumë e vërtet. Ne jetojmë në qytetin e Fushkryes dhe them me plot gojën që qyteti i Fushkryes është kthyer në qytetin e këngëtarëve. Sepse puna pasionante që bën Rakipja me këngëtarët ka bërë që këto këngëtarë të këndojnë sot në skena botërore. Ashtu, vërtet? Po. Pra ka dalë jashtë Fushkryes. Është vërtet. Dhe unë kam të paktën 28 vite që marr pjesë në festivalin barkombëtar në Shkodër. Në Shkodër. Ja ku jemi këtu, unë kam qenë edhe drejtuese shumë herë në festivalin barkombëtar të Shkodrës. Jo më kot jemi bashkë këtu. Mbaj mend që gjithmonë çfarë ju keni paraqitur nga Fushkruja, këngëtarët kanë qenë shumë të mirë dhe si zëra, pra duke i puna e madhe që bënte Rakipja dhe ty, dhe këngët ishin shumë të bukura të kompozuara nga ty. Po këtë radhë, Maria, këtë radhë, ne vim me një çmim. Çfarë çmimi ke marrë Maria këtë radhë në festivalin barkombëtar të këngës për fëmijë? Çmim të parë. Ke marrë çmim të parë me këngën? Ja çfarë bëri bubi im. Ja çfarë bëri bubi im. Muzikën kush e ka bërë dhe tekstin kush e ka bërë? Muzikën e ka bërë Ylli Kalaja dhe tekstin e ka bërë Gjyshin. E pra, po? Dhe tekstin e ka bërë Xhaxhai Aulon Kalaja. Xhaxhai Auloni? Auloni shkruan dhe tekste për fëmijë? Këtë unë nuk e kam ditur. Sa mirë. Do me thënë një familje ku të gjithë kujdesen për Marien, që dhe kjo të bëhet një artiste, kështu do të bësh një artiste madhe. Po. Ti këndon shumë bukur. Mirë. Kënga ishte shumë e bukur, e meritoi vërtet çmimin e parë në kategorinë e të vegjëlve, kështu apo jo, kështu ndan çmimet me Bubin dhe ne kemi shumë dëshirë ta dëgjojmë edhe një herë këtu në studio këngën. Mirë? Kë do përshëndesësh? Një përshëndetje për këtë duash ti këtu nëpërmjet ekranit. Kë do përshëndesësh? Do përshëndes nënën time që është këngëtare. Nëna Rakipen e përshëndesim, po? Po dhe të tërë. Edhe të tërë, babin, mamin, xhaxhain, këto nuk... Edhe nga ta, apo jo? Do t'i përshëndesim dhe ata, sepse dhe ata të shoqërojnë shumë bukur në të gjitha aktivitetet artistike. Ne jemi gati të dëgjojmë këngën që titullohet Ja çfarë bëri bubi im. Ja çfarë bëri bubi im. Qurel nuk më ndahet fare, ka filluar të lexoj me mua abetare. Ju tregoj ç'bëri një ditë, ishte
del, nuk më ndahet fare. Ka filluar të lexoj me mua abetare. Tregoj që bëri një dit, ishte fut në çan. O bo, thash kur e pash mësuesja do më flas. Ora e parë matematik, sa bën 3 dhe 3. I përgjigjet ku pishte i 6 zë e le. Që të gjithë e përqafuan pyetje pa mbari. Dhe në fundi përshëndeti vet me një kërcim. Erdhi përsëri në çantë, pyetje pa mbari. Në shtëpi dhe abetare në lexim e ri. Me kujdes i thash tani për qiqin më trego. Mos ta bësh brënda te çanta, mos më tulpëro. La 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 la. La 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 la. Faleminderit. Bukur Maria, aq bukur, ylli vërtet edhe njeri kurtëzoj, sepse është tamam këngë për fëmijë. Gjithmonë keni bërë këngë për fëmijë ke kompozuar dhe teksti Aulonit është shumë i bukur. Është tekst për fëmijë, muzikë për fëmijë. Unë uroj, në fakt dua të di, çfarë ka dëshirë Maria të bëhet kur të rritet? Maria, çfarë ke dëshirë? Je e rrethuar me disa profesione në familjen tënde. Çfarë ke dëshirë të bësh kur të rritesh? Nga çfarë dëgjon, çfarë shikon? Këngëtare. Këngëtare? S'kemi gjë nga profesionet e babit, mamit, jo? Ndërkohë gjyshi çfarë do të donte që të bësh? Kjo është një Edhe unë ashtu. këngëtare. Të shikojmë kush do fitoj. Do fitoj gjyshi me gjyshen, apo prindrit nëse kanë një dëshirë tjetër. Këngëtare. Mirë, Ylli, unë falenderoj shumë. Shumë faleminderit që të kisha në studio, është vërtet nder për mua. Faleminderit juve. Dhe faleminderit Maria. Kam përshtypjen që me ty do shikojmë përsëri në studio, së shpejti. Je e gatshme të vish? Të pëlqen të vish në studio? Po më pëlqen të vi sepse është kënaqësia ime që të vi këtu. Kam dhe njerëzit që duam të më shikojnë mua, të tërë dua të më shikojnë mua se më pëlqen këngët time. Sa bukur. Faleminderit dhe njëri, japim një duartërkete të fortë Maries dhe gjyshi Yllit. Përshëndetje fëmi, 15 qershori është dita e baballarëve, prandaj qershorin ndër të tjera shërben edhe si një ditë kur ne përkujtojmë baballarët tanë, pra përkujtojmë falenderimin që duhet t'japim atyre. Baballarët janë superheroj të vërtetë të jetës tonë, që janë gjithmonë aty për ne, edhe kur kemi nevojë, por edhe kur nuk kemi, pavarësisht gjithçkaje. Babaj ne duhet ta nduam shumë dhe e falenderojmë për ndihmën që na jep. Atëherë do filloj me punimin e disa punime, të dy punime, në fakt që i kemi për të treguar pikërisht të gjë falenderimin që ne duhet të tregojmë ndaj baballarëve tanë. Atëherë do jenë në formë kartolina. Do filloj me të parin. Drejtën edhe qershorun kam të ky. Shumë mirë. Atëherë këtu kemi një letër A4 që e kemi pirë në formë kartoni, do të ta ndajmë në 4 pjesë. Si që kemi ndarë në 4 pjesë, do ta ndajmë përsëri për gjysmë dhe do ta prejmë me gërshër, duke formuar gërshull 4 zemra. Ja, do ta shikojmë si do na formohen. Zbeson ti? Jo. Ta shikojmë? Atëherë ja e prejmë si që kisha treguar unë dhe po ta hapim, na formohen 4 zemra të barabarta. E shikoni? U bë lule. U bë lule, okej, si lule. Po kur ta mbyllim, tani ne me anë të kësaj do bëjmë një kartolinë, do ta palosim në mënyrë të tillë. Prit. Faleminderit. Ja. Atëherë edhe këtë këtej. Dhe po ta shikojmë kur na mbyll, na formohet zemra dhe kur e hapim, na formohet kjo lula që ta jani. Tani, nga të dyja këto anët e zemrës do të ngjisim këto kartonat e zinj, sepse do formojmë një kartolinë që është enkas për babin. Këto zemra do na bëhen në një formë kështu si kostum, kostumat që veshin baballarët kur shkojnë në punë për shembull. Po, ashtu nuk i veshin si zemër. Jo si zemër, po do ta formojmë ne në mënyrë të tillë, që të tregojë edhe dashuri kjo kartolina. Atëherë këtu te zemra në mes do të presim një vijë. Do ta pëlosim në mënyrë të tillë që siç u thash të formohet kostumi. Kështu dhe kështu. Këtu do ta ngjisim te nga ana tjetër. Çfarë doli aty? Po, preve atë zemrën atë pjesë u bë kjo katror. Për lule. Atëherë e vendosim këtu nga ana tjetër. Dhe këtu në mes do të vendosim një fjongo, nga këto me nxixa ose edhe thjesht me një karton me ngjyra. Shiko si na formua kartolina dhe ju brenda mund të shkruani një uri për ditën e baballarëve. Prit ta hapim njëherë ta tregojmë si bëhet, ja, është kështu dhe hapet. Tu brenda mund të keni urimin. Çfarë urimi do t'i bëjë ti për shembull babit?
Do ta shkruash. Okej, ndërkohë që Ajani e shkruan, ne do vazhdojmë punimin tjetër. Do të bëjmë një punim tjetër shumë të bukur që përsëri shërben si një formë kartoline. Unë pak më parë thash që baballarët janë superherojt tanë dhe pikërisht të do t'rregojmë ne. Këtu kemi këtë fletën ku unë kam vizatuar babin si një superhero dhe kam bështjell me këtë folderin, e kam prerë domethënë njësoj siç është letra dhe kam vendosur të kartonin sipër. Gjithashtu kemi dhe pjesën tjetër të kartolinës, që është si një formë dritareje. Këtë pjesën e kemi të hapur dhe këtu gjithashtu është e hapur ku do futet letra. Atëherë, të superherojnë ta ngjyrosim pak. Do ma japësh pak këtë dhe ta pastaj unë. Vendosim pelerinën e kuqe si superherojnë, merë. Ja bëjmë dhe këtë bluzën ngjyrë blu. Më kujdeson. Ja, do ta lej sën e bardhë. Jo, unë thënë ta bësh. Ta bëj kafe, okej. Edhe flokët e ngjyrosim dhe fytyrën dhe përfunduam. Tani, këtë vizatimin që realizuam këtu, do ta fusim të brenda, dhe këto do jetë një kartonin që këtë kur ta nxjerrim përsipër si me magji do duket sikur e vizatuam. Atëherë fusim këtë pjesën këtu, dhe do t'ja tregojmë se si bëhet. Tani, këtu e kemi këtë djalin ose babain, pra të pangjyrosur. Dhe ne kur ta ngrim sipër do shikojmë se si do ngjyroset, pra do mbushet kjo figura. E ngrim sipër, po. Dhe shiko, na ngjyros. Kemi të shkruar babi superheroi im. Ju pëlqyen punimet? Do t'i bëni te shtëpia. Në rregull, këto ishin punimet për sot, mirupafshim.
Edhe në emisionin e kaluar ne folëm për Performance Cup, një aktivitet artistik që përfshin një konkurim, le të themi, midis talenteve të ndryshëm në instrument, në kërcim, në këngë etj, edhe në aktrim. U zhvillua ky aktivitet, mbarkombëtar që më vonë do të jetë edhe ndërkombëtar dhe u ndan disa certifikata, çmime, vlerësime. Jam këtu me një treshe shumë simpatike kërcimi që vjen nga qyteti i Vlorës së bashku me mësuesen e tyre Anxhelën. Mirë se erdhët në studio, Anxhela. Mirë gjeta dhe faleminderit për festë. Patjetër që do t'ju ftonim në studio sepse ju përveç se performuat kërcyet shumë bukur në atë skenë, morët dhe çmim, apo jo, morët çmimin u vlerësuat me çmimin? Patjetër, ne u përfaqësuam me 4 grupe, me mosha të ndryshme, nën moshën 15 dhe mbi moshën 15 vjeç. Ndërkohë që kishim edhe 2 duete, një kontemporan dhe një neoklasik që përfaqësuan qytetin e Vlorës. Dhe 4 grupet u vlerësuan me çmime të para, për mbi moshën 15 dhe nën moshën 15, dhe ndërkohë që të 2 çiftet janë të ftuar dhe pjesëmarrës në aktivitetin që do të zhvillohet në Rom. Në Rom, në Itali sa bukur, apo jo? E pret me qef të vajtje në Rom, apo ti si e ke emrin? Evelina. Pasioni të shkërcimi e dim. Po. Kërcen shumë bukur me gjithë elegancën. Evelina, do shkosh në Rom, si e ke këtë ndjesi? Jam shumë emocionuar për faktin që do iki. Aktiviteti kaloi shumë bukur, Po, kaluam shumë bukur, emocione kishim, sepse konkurenca ishte goxha e madhe, por që jam e lumtur për faktin që fitova dhe çmimin e parë dhe një falënderim dua t'ja çoj zyshës time. Dua trokitje për zyshën, patjetër, e cila punon me shumë përkushtim me këtë kurs, me kërcimin. Po, do thuash gjë tjetër? Do thuash Fal asaj jam këtu sot. Edhe fal prindërve që të shoqërojnë ty edhe fëmijëve të tjerë. Emrin? Edhe Aleandro, më fal Andri. Edhe Aleandro, kërceu shumë bukur, madje u prit me shumë duar trokitje nga të gjithë ata që ndoqën. Kishte shumë vajza në këtë konkurim që kërcenin, po Aleandro ishte tipik, pra ishte i vetmi djalë që mua më duket kërceu jashtëzakonisht bukur. Emocionet e tu, Aleandro? Emocionet ishin të jashtëzakonshme, ishin emocione të cilat na pëlqyen. Pra ti prisje të dilje në skenë, të fitoje dhe pastaj të vazhdoje surin tënde edhe në Rom. E prisje që do fitoje? Deri diku e prisja, por që edhe frika ishte pak sepse konkurenca ishte shumë e madhe, pasi ishte gjithë Shqipëria në konkurim, po. Por që vetë besim të vetja kishim, kemi dhe një zyrë shumë të mrekullueshme e cila punon me ne çdo ditë dhe kemi punuar shumë, do me thënë për atë konkurs me orë të zgjatura dhe jashtëzakonisht shumë. Me rezultat shumë të mirë, Aleandro, ti që i vogël ke kërcyer? Jo, është i vogël, por që kam 6 vjetë që jam pjesë e Star Dance Academy Vlorë. E kuptoj. Dhe kërcimi ty preferuar, ai që themi në pika e fort, Kali Beteje, si thonë italianët, se do shkoni dhe në Rom. Kërcimi ku ti e ndjen që kërcen më bukur, mos shikoha mësuese Andrë. Kontemporani. Kjo është. Ti je? Misheli dhe Misheli, një nga kërcimtarët e preferuara, do thoja, të zysh Anxhelës në kuptimin që gjithë fëmijët janë, po janë të zgjedhur jo më kot sepse u duket pasioni dhe talenti. Pak emocionet e aktivitetit ku ti more pjesë, Performance Cup. Si u ndjeve mirë, lishë, mund të kërceje më bukur, u kënaqe sigurisht që fituar çmimin e parë, po? Po, jam shumë e lumtur që fituam më të parë dhe do vem në Rom. Edhe do të mësosh një çik italisht. Kë do përshëndesësh nga ekrani? Zyshën tonë Anxhelën, e dua shumë. Uaj, duan zyshën, asnjë nuk po përmend prindrit që i mbështesin apo nuk di çfarë të them. Prindrit, motra, vëllezërit i duan, po ti përshëndes. Unë do t'i përshëndesja prindrit që i shoqërojnë fëmijët në këto aktivitete të bukura dhe kaq të dashura për fëmijët. Mirë, faleminderit.
Jam këtu me Alesia. Alesia, sa vjeç je dhe në çfarë shkolle? Jam 6 vjeç e gjysmë dhe jam në shkollën 8. Që e mbarove klasën e parë. Me nota të mira? Po. Po. Po ti nuk ke vetëm pasion dhe kënaqësi të shkoje në shkollë, nuk ishe vetëm këtë pasion, po dhe të këndosh. Pëlqen shumë? Po. Tjetër çfarë pëlqen? Të këndosh një. Të këndoj edhe të kërcej. Edhe të kërcej, mirë. Po sot ti do këndosh. Çfarë këngë do këndosh, Alesia? Do këndoj këngën Mami Babi kanë të drejtë. Mami, babi kanë të drejtë. Si mendon ti? Kanë të drejtë ata? Po. Gjithmonë kur të bëjnë vrejtje? Apo s'të bëjnë shumë vrejtje? Ndonjëherë kanë të drejtë për mua. Kënga thot mami, babi kanë të drejtë, po për Alesin ndonjëherë kanë të drejtë. Atëre do ndjekim këngën dhe pastaj gjithë secili ta mendoj mirë. Ta dëgjoj me vëmendje edhe muzikën dhe tekstin, kështu? Gati Alesi? Si e ke emrin ti, do prezantojmë një. Enisa. Edisa? Edisa. Po, çfarë do recitosh ti, sa bukur? Një vjersh, po andej, atë drita e kuqe aty po të shikojnë të gjithë. Filla. Themi nes, themi gjë, as një emër, as një punë. Po kur lidhim dinën o sa shumë, themi sa shumë. Sa shpejt e the, kjo ishte dhe shkurtër, shumë e the shumë shpejt. Thuaj një me gjërët nga dalë, ta i themi ne. Thuaj një nga dalë. Themi nes, Themi, si? Themi nes, themi gjë. E kuptova. Mirë, tjetër, kush ka ona, mojësu? As një gjës na the sot. Unë sot kam përgatitur disa gjëza. Dëgjoni gjëzat që ka përgatitur ona. Të vucë
bakla me bisht të gjatë. Qershori i sjell dhuratë. Ha më gjeje ti. Qershit e gjetët ju. Qershit. Një duar trokitje për grupin atje. Mirë, ta gjetëm tona. Një tjetër. Është vesh gjatë, po s'është gomar, ka mustaqe dhe pellush. E ka emrin? Gjetëm? Duar trokitje, ja gjetëm dhe tjetrën. Kemi tjetër ona? Kemi dhe 2 të tjerë. Pa. Çfarë është një gjë e jotja për të tjerët e përdorin më shumë se ti? Po. I din të gjitha dhe një tjetër? Çfarë është një gjë që të ndjek por nuk mund të flasi? Si dhe një? Si? Kush? Çfarë është një gjë që të ndjek por nuk mund të flasi? Ija. Mbaruam. I mbaruam gjë gjitha që kemi. E kuran. Mirë. Mos e shiko mikrofonin. Filloj. Bie ora 12, tak, 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 kusërat, thotë mira unë e di, vjeni shisër i këzuar, plot dhurat ati kërkur, vjeni shisër mlumë të ri, dhe zë prapë zë të cëpi, cio, citëri me kur këndën, edhe zogu e septën, edhe pse në shkollën. E tham shpejt, duar trokitje, kishe vjeshti? Ka vemi dhe vjeshtën, janë 2 shok. Ti e ke emrin? Sergjo. Sergjo, çfarë klasë mbarove? Pare. Po parën. Sergjo qonë në këmbë dhe recito bukur. Nga dalë, shiko aty te kamera, se kështu i the shokut që pari, shiko te kamera. Filla. Ororo, tororo, nuk jam zero qua mo, i thërasim të gjithë nga do. O shoko, moj o, mos tuaj o, thuaj urdhëro, herën tjetër, mos harro. Ororo, tororo, hec se hec një gruasho. O shoqe, ha moj qke, mos tuaj qke, thuaj urdhëro, herën tjetër, mos harro. Ororo, tororo, hec se hec një djalsho. O djalo, urdhëro, o të përgjigje bukur që më këna që veshin o. Sa më pëlqeu mua, vjesha e Sergjos. Mos thoni o tororo, po thoni urdhëro. Mirë, mbaruam te. Ti je? Eneo që ka mbaruar klasën e? 4. Në shkollën e? Feti Fanaj. Po pra, hajde. Bukur, të pëlqen të recitosh, më kanë thënë. Filla. Bicikleta, dy rotake quen me letra e që më duen si quen kur vrapoje, kur rëdzoj, kur godet muri me rodës se një gropës ka london. Më hedh mua te zhavori kur le pelk eskavatori. Në ndaj rotakët, a bicikletat, ambulanca vjeshin gjetë. U strokova, unë i mjeri, te kërvati, plot gjithë përë, i thash mjeku, ti e bota, në shtëpi me coparota. Bukur, kjo më pëlqeu. Duar trokitje. Kujdes mos bie se do shkosh te mjeku që do të thuash o bota. Ti fillon. Si ke emrin? Marsiana. Hajde Marsiana, bukur. Çfarë klasë mbarove në një klasë? Po. Mirë. Marsiana, fillon. Ati pëllumpi të bardh në bot me i miri, që në sqep fort mban një degë zëlliri. Ati pëllumpi të let që po fluturon, i besoj vërtet kur drinje e pikturon. Në sytë e ti ninëzat e tua po shkryen, e në zemër ritmet me të tuat për të rjen, vizatoje ngrije lart në erë, duke mbajtur në dorë sile disa herë rreth globit të kësar. E kuptuam. Duar trokitje për shok.
Ja ku jam këtu bashkë me Adelën, mirë se erdhe Adel. Përshëndetje. Në pjesën e fundit të programit ton që ja lëm radhën gjithmonë kuicit, konkursit. Unë e di që fëmijët e kanë mbaruar shkollën, por kuici këtu nuk mbaron kur. Nuk mbaron asnjëherë atëre. Po përpara se të fillojmë kuici, unë kam këtu pranë si kemi? Olivia. Olivia ka shumë dëshirë të thotë një poezi të shkurtër, më duket. Mirë? Nëna ime, e si mund ta dish ti nën se si në shkollë janë të rënë portreti, por ti me vete me qumshin e gjitë nuk e dhënë dritë poeti. Bukur, patjetër një duar trokitje. Dhe duhet ta thoje këtë poezi për të gjitha nënat, i përshëndesim nënat mirë. Si që thash, unë e di që këta e kanë mbaruar shkollën, ndaj unë sot ju kam sjellë ndoshta kuicin më të lehtë ndonjëherë të bërë këtu. Kështu që nuk duhet të ngatroheni, se kështu e cilësoj unë. Ne jemi gati edhe për një kuiz të vështirë dhe një konkurs të vështirë. Pyetja e parë është për verën, ëh? Kështu që, cili insekt ndriçon gjatë verës? Gërza apo dizëllonja? Dizëllonja! Të sigurt. Keni kapur një dizëllonja ju? Ti, shumë. Shumë bukur. Pse është dita më e gjatë e vitit, dita 21 qershor? Sepse toka është më afër diellit apo sepse është solstici i verës? Sepse është solstici i verës. Kjo është pyetje e vështirë e gjetën. Kjo është pyetja e vështirë. Mbaj mirë ato, mbaj mirë se ti shikojnë. Mi shikoni më këtu? Cili është rreziku më i madh gjatë ekspozimit të diellit? Djegje lëkure apo dhimbje barku? Djegje lëkure. Të sigurt gjetën. Jo. Djegje lëkure e gjetën. Adel më e mirë se nuk është. Cili vend në Shqipëri është i njohur për plazhin e tij të bardhë dhe me ujin kristal? Ksamili apo Bugadeti? Ksamili! Bravo, i gjetët. Cili planeti sistemi diellor është më afër diellit? Merkuri apo Marsi? Marsi! Grupi A i gjeti sepse është saktë Merkuri, jo Marsi. Pra ishte? Merkuri. Merkuri që e gjetëm ne. Po, janë një pikë para grupi A. Ashtu. Cila vitamin merret nga dielli? Vitamina C apo vitamina D? Vitamina D. Grupi A, bravo! 3-0. Dy herë të garuar, nuk të falet. Vazhdoj. Cila nga këto frut është më hidratuese? Banani apo shalqiri? Banania. Shalqini. E di raketi. Raketi e gjetim. Shalqini është hidratuese. Sa më shumë fruta tani në ver, sidomos shalqini. Vazhdojmë. Cili det rrethon pjesën më të madhe të rivierës shqiptare? A. Deti Adriatik apo deti Jon? Deti Adriatik apo deti Jon? Deti Jon, Olivia i gjeti, kështu që quhet grupi A, 3 pikë me qenë se gjeti Olivia. 3-0. Po, Armisa e ngatroi pak. Vazhdojmë. Cila ngjyrë lidhet shpesh me verën dhe diellin? E verdha apo e bardha? E verdha. Ta i gjetët Se e verdha, me një përgjigje një sheh. Pse e verdha? Sepse dielli është i verdh. Sepse ka më shumë diell në ver dhe dielli është i verdh dhe kështu. Mirë. Çfarë han më shumë neve në ver? Akullore apo çokoladë? Hani shumë akullore. Po, e gjetëm të gjithë. E gjetëm të gjithë, po. Cili është një aktivitet i zakonshëm që ne bëjmë gjatë verës? Notojmë apo ndjesojmë? Notojmë. E gjetëm. Ishte shumë e thjeshtë kjo, i gjetëm. Cili vend, kjo është pak e vështirë, në botë ka natë të bardhë gjatë verës, ku dielli nuk perëndon për disa javë, domethënë nuk perëndon dielli. Norvegjia apo Spanja? Norvegjia! Bravo, e gjetëm. Grupi A gjatë gjithë kuizit kishte 3 pikë plus, kështu që grupi A është fituesi. Ne fituam. Po. Një duar trokitje ju s'keni zhbëni me gjithse u mundët. Një duar trokitje për grupin tonë fitues, ju lutem, një duar trokitje. Mirë, ne këtu përfundojmë me konkursin që na zhvilloi Adela si gjithmonë në fund të programit ton. Ju falenderojmë që na ndoqët dhe shihemi natyrisht në programin tjetër me Ketin. Mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim. Vaj.